Ekzistojnë nënat e shejta, por si shejtja Monik, nëna e Shën Agustinit, besoj se janë të rralla. Rreth 40 vite më radhë zemra e saj ka ndaj qut gati për mu lut për dbirin e saj. 40 vite rresht ku sytë e saj kam përshtypjen se do të kenë të mushën plot me lot lutjesh, sepse ato lutjet e nanave të shosnume me lot të cilat dalin për i shpirtit janë lutje fantastike, janë lutje të thella, janë lutje të mëdha. 40 vite pritje, 40 vite pa mërzi, 40 vite pa hek dorë, e mandaj mas 40 viteve kam rrit për me pa frytet mëdha të një dashnie të qëndrueshme, të një dashnie që din me ndaj, që din me qëndru, që din mu kap aty dhe nuk dorëzohet. Kam rrit me pa birin të pagzum, të rikthym, të zhytur në jetën e Krishtit, e mandena ai Krisht i ka falë meshtarin, dhuratën më të madhe, të jashtëzakonshme që ekziston për fëmijën e një nanet. Sa duhet kjo besueshmëria në Zotin, sa shumë vlen. Unë vazhdoj punën teme, unë lutem, ndoshta tepër gjatë, tepër, shumë vite, por e di o Zot se ti lutjet e mia nuk mi çon dam. Lutjet dhe lot e nanave, Zoti nuk i çon dam. Ndoshta duket se vonon, por nuk i harron as pak.